Në këtë edicion do të ndiqni 27 vjet nga masakra e Rogovës. Grupi Besa Bes reaktivizon thirrjen për bojkot të produkteve serbe në Kosovë. Sëmundjet e zemrës të shpeshta edhe të moshat e reja, mjekët bëjnë thirrje për kujdes. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Sot janë bërë 27 vjet nga masakra në fshatin Rogov të Hasit, kur ranë në prit luftëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por nuk u kursyen as shumë civil të fshatit. E në shënim të kësaj dite, sot u mbajtën homazhe nderimit që simbolik kishin për kujtimin e gjithë atyre që psuan nga kjo masakër. Sot janë bërë 27 vjet nga masakra e Rogovës së Hasit, një nga ngjarjet më të rënda gjatë luftës në Kosovë, ku nga forcat serbe ranë në prit luftëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, por mizoria nuk u ndal vetëm aty. Në këtë masakër u vranë edhe dhjetra civil të pafajshëm të fshatit, duke kthyer Rogovën në simbol të sakrificës dhe vuajtjes së popullit shqiptar. Në homazhe në nderim të kësaj dite morën pjesë përfaqësues të subjekteve politike, organizata të dala nga lufta OVL e UÇK-s, përfaqësues të forcës së sigurisë së Kosovës, si dhe qytetarë të shumt. I pari i komunës së Gjakovës, Erdian Xhini, tha se kjo ditë mbetet e paharrueshme për Gjakovën dhe gjithë Kosovën. Sot e nderojmë çmimin e lirisë, jetën dhe gjakun e dëshmorëve të kombit, këtu në Rogov, në një prej epopeve më të lavdishme dhe më të dhëmshme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Tani po hymë në periudhën kur para 26 ose 27 viteve kemi pas shumë betejë, shumë luftë, shumë gjak, shumë krenari, edhe patjetër që është obligimi secilit prej nesh që jetojmë sot me nderu këtë vepër për shkak se liria që gëzojmë sot është fal gjakut dëshmorëve tonë. Në homazhe të pranishëm ishin përfaqësues nga lëvizja vetëvendosje Dega në Gjakov. Kryetari i kësaj dege, Agon Batusha, së bashku me antar, përkujtuan dëshmorët duke marshuar simbolikisht nga ura e Bishtazhinit deri në Rogov, si shenjë respekti për sakrificën e tyre. Po ne sot si lëvizje vetëvendosje nderuam, kujtuam dhe bëjmë homazhe për të rënë për datat 27, 28 dhe 29 janar, nga Bishtazhini e deri në Rogov, këtë masakër edhe këtë terrorizëm të ushtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kjo barbari, po në njëjtën kohë kjo luftë për liri duhet gjithmonë të kujtohet brez pas brezi për vujtjet dhe sakrificat të kombit tonë dhe të jetë pishtari jon i gjeneratave tashme për të vazhduar tutje për një Kosovë të lirë, demokratike dhe për gjithë qytetarët e saj. Edhe nëna Zarife Morina mes lotësh e kujtoi atë ditë. 27 vjet për neve, 27 muaj, 27 ditë. Mukën prej 15 ushtarjen prej, edhe djemët e mi të ushtëria. Jenë prej e në masakru ku ma shtirë. Ishë na e mish jo konceptu. Për neve s'ka ku më shumë arëndë. Për tokën e Kosovës, në fshatin e Rogovës dhe për komunën e Gjakovës, e për krejt Kosovën, kjo masakra kanë ma shtira. Edhe ka pranon Clintoni e krejt, për me jetu në Kosovën e lirë me pas sot lirë, për shkamës me pa. 27 vjet më parë, me 27, 28 dhe 29 janar të vitit 1999, ranë dëshmor 21 luftëtar të lirisë në fshatin Rogov të Hasit dhe disa pjesëtar të popullatës civile të fshatit. Po ashtu në këtë data kujtohen edhe 9 të rënë të tjerë në fshatin Goden dhe Bishtazhin të komunës së Gjakovës. Gjatë atyre 3 ditëve kanë rënë në altarin e Adheut Agim Zeneli, Luan Smajli, Agrone Sejdi Rama, Pren Emim Leshi, Agush Gjoci, Valon Gashi, Bahtjar Morina, Daud Kelmendi, Emrush Qeta, Kasim Shala, Hamdi Berisha, Gëzim Ademi, Haxhi Lypjani, Gaspër Karaçi, Ilir Mërturi, Naim Gashi, Naim Dreshaj,
Sahit Krasniqi dhe Vesel Avdyli. Një muaj para burgim i është caktuar 15 personave të arrestuar dje për shkak të dyshimit të bazuar se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale për falsifikim të rezultateve të votimit. Materiali në vazhdim na një me detaje shtesë. Aksioni në komunën e Malishevës që solli në arrestimin e 58 personave të dyshuar për falsifikim të rezultateve zgjedhore, ka mbajtur seanca gjyqësore dje në gjykatën themelore në Çakov, ku me vendimin e prokurorisë të intervistuar ishin 15 kryesues dhe 43 komisioner. Me vendimin e prokurorisë, dje 15 kryesues ishin ndaluar, ndërsa për komisionerët hetimet qëndruan në zhvillim. Ndërkaq sot, gjykata themelore e Gjakovës, me anë të një komunikate për media, ka njoftuar se pas 2 seancave dëgjimore të mbajtura dje, sot ka nxjerrë vendim duke aprovuar kërkesat e prokurorisë themelore në Gjakov dhe ka caktuar masën e paraburgimit ndaj 15 personave për shkak të dyshimit të bazuar se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale të falsifikimit të rezultateve të votimit. Sipas kërkesës së prokurorisë, ekziston dyshimi se të pandehurit në cilësinë e kryesuesve të komisioneve për numërimin e votave me autorizime të marra nga KQZ në qendrën komunale të numërimit në Malishev, e vendosur në palestrën e sporteve Habib Zogaj, me veprime të kundërlidhshme, kanë ndërhyrë në procesin e votimit, duke falsifikuar rezultatet e tij. Gjyqtari i procedurës paraprake, Sultan Dobraj, ka vlerësuar si janë përmbushur kushtet ligjore për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurve, sepse të njëjtit, nëse gjenden në liri, mund të pengojnë rrjedhën e procedurës penale. Me këtë vendim, të pandehurit do të mbahen në paraburgim në kohë zgjatje prej 1 muaji, kohë kjo që do të llogaritet nga dita e arrestimit të tyre e deri më 28 shkurt. Mes tjerash, në komunikatën për media të gjykatës, është thënë se palët kanë të drejtë ankesë ndaj këtij vendimi në gjykatën e apelit të Kosovës brenda afatit ligjor. Grupi Besa Bes sërish ka aktivizuar thirrjen për bojkotim të produkteve serbe. Burim Piraj, ideator dhe udhëheqës i grupit Besa Bes në një lidhje virtuale, ka folur se si ka qenë prezenca produkteve serbe në Kosovë gjatë vitit 2025. Ka disa vite që fushata Besa Bes zhvillon synimet e saj ku si qëllim ka avokimin për bojkotim të produkteve me origjinë serbe. Deri më tash, edhe përkrahja ndaj fushatës ka qenë në nivel, si nga qytetarët ashtu edhe nga institucionet. Kështu është shprehur në një lidhje virtuale për mediumin ton, bashkëthemeluesi i fushatës, Burim Piraj. Fushata jonë ka filluar në shtator vitit 2021, edhe që prej atëherë ka vazhduar, kemi pas përkrahje të gjerë, si nga shtresat e reja, rinore, studentët, nxënësit, pastaj edhe nga shtresat e tjera, por përkrahje nuk ka munguar edhe nga çarqet politike që t'i bojkotojnë produkte serbe. Arsyet dihen shumë mirë, ne nuk kemi nevojë t'i shpjegojmë shumë njerëzve, ato po dihen. Së fundmi kemi pas përkrahjen edhe të presidencës së Republikës Kosovës, ku presidentja ka dalë publikisht dhe ka kërkuar nga qytetarët të endeve mëndshëm që mos konsumojnë produkte serbe, për ato arsyet cilat ne kemi cekë gjithherë. Sa i përket importit të produkteve serbe, Piraj u shpreh se përkundër rritjes së importit të përgjithshëm me 2 miliard euro, importi i produkteve me origjinë serbe ka rënë, çka lë të nënkuptohet se populli po vetëdijsohet. Ne kur e kemi filluar fushatën, Kosova ka pas import diku 4 miliardë e 600 milion, nga ato 4 miliardë e 600 milion, diku 370 milion ka qenë importin nga Serbia. Kurse në vitin 2025, Kosova e ka importin prej 6.5 deri 6.8 miliard euro, a nga ana tjetër produkte nga Serbia janë importuar diku 260 milion. Edhe përkundër të rritjes së importit me 2 miliard, importi nga Serbia faktikisht ka rënë. Nuk mund t'i referohemi viteve paraprake për arsye se e kemi pas atë ndalesën për import të produkteve serbe nga qeveria e Republikës Kosovës dhe për atë arsye nuk mund të themi se ajo ka qenë rezultati i fushatës tonë, mirë po si vjet kjo që ka qenë kjo rënje në rritjen prej 2 miliard të importit produkteve të gjithëmbashme, e kjo bën me kuptue se popullata janë vetëdijsuar shumë dhe kanë arritur që ta kuptojnë mesazhin tonë dhe mos të blejnë produkte serbe. Tutje Piraj është shprehur se përveç fushatës për bojkotimin e produkteve serbe, do të synojnë të zhvillojnë fushata për promovimin e produkteve vendore.
Ne nuk ndalim me kaq edhe për ne edhe këto 270 milion sa janë, ne po na duken shumë, duhet që ta qenë mundësisht në nivel sa më të ulët, edhe pse e kemi parasysh se niveli 0 nuk është i mundshëm, ne jemi fqinj me ta, edhe pse kemi armiqësi, është e pamundur që themi që kemi 0 importe. Mes tjera, Shpiraj, i pyetur se a plotëson Kosova nevojat e popullatës, u shpreh se Kosova në disa lëmi ka cilësi e mundësi që të prodhoj jo vetëm për vendin, por edhe produktet vendore t'i eksportojë në vendet tjera. Zyra e regulatorit për energji u ka shtyr afatin operatorëve energjetik për dorëzimin e kërkesës për rritje të tarifave të energjisë elektrike deri në muajin mars. Ndërkohë nga organizata asnjë cent më shumë vazhdojnë të shprehin shqetësimin e tyre në lidhje me propozime të reja, të cilat nëse do të kenë ngritje, do të dëmtojnë dukshëm ekonominë familjare dhe gjithsesi edhe bizneset. Furnizuesi i shërbimit universal i energjisë elektrike në Kosovë, KESCO, ka dorëzuar në zyrën e rregullatorit të energjisë së Kosovës aplikimin për përcaktimin e të hyrave të lejuara maksimale për vitin 2026, ku ka kërkuar rritje të çmimit të energjisë elektrike për 21.4% për vitin 2026. Luan Hasanaj, përfaqësues nga organizata Asnjë Cent Më Shumë, është shprehur se kërkesa për rritje ka qenë e pritshme për shkak të situatës energjetike në vend. Kjo ka qenë e pritshme në fakt, na është thënë gjatë tërë kohës që për shkak të situatës energjetike në vendin tonë, ka me qenë e pamundur pa pasur tarifa të reja, pra rritje të reja të çmimit. Sa i përket kësaj që ju po thoni, sigurisht që zyra e rregullatorit mundohet me ato, nëse mund t'ju them, lojrat e tyre që tregojnë që se ne po kujdesemi për t'i konsultuar palët e interesit e tjera, mirë po ne dim bazuar edhe në praktikën e vitit të kaluar që rritja është e pashmangshme, pra kjo do të ndodhë, ndoshta jo në këtë vlerën sa është përcaktuar në 1%, mirë po do të jetë aty diku sikur vitin e kaluar. Hasanaj Tuti është shprehur se nëse aplikohet kjo tarif, atëherë do të ketë rritje të çmimeve të shumë produkteve, çka do të afektojë shumë sfera. Po duke qenë që ne jemi qytetarë të cilët jetojmë në këtë vend dhe ballafaqohemi çdo ditë me sfidat e rritjes së çmimeve, na ka treguar edhe rritja e çmimit të vitit të kaluar, që u pasua mandej me një rritje zinxhir të çmimeve në pothuajse çdo sektor, dhe tani mund ta imagjinoni se çfarë do të ndodhë me rritjen e re. Pra ne do të vazhdojmë të kemi rritje çmimesh, duke filluar pra që nga energjia elektrike dhe pastaj çdo produkt dhe shërbim i cili afekton direkt jetën tonë, pra shqetësimet tona janë shqetësimet të secili qytetari i cili jeton në këtë vend. Ndërkaq Hasanaj shtoi se nëse aplikohet tarifa, ky fakt do të ndikojë negativisht, por çka mbetet shqetësuese është se nuk shihen plane për mirëqenien apo rritjen e pagave, kur çmimi i energjisë elektrike vetë se shkon në rritje. Po sigurisht që do të ndikojë shumë keq. Ne dim që hyrat në vendin tonë janë pothuajse ndër më të ultat në rajon dhe Evropë, dhe duke u ballafaquar me këtë krizë dhe me këtë inflacion që është në rritje rregullisht, sigurisht që kjo do të ndikojë shumë negativisht për një klasë të caktuar të qytetarëve, pra do të jetë pothuajse shumë problematike që t'ja dalë prej muajit muaj, pra është më të vërtetë shqetësuese se si shohim këtë rritje enorme të çmimeve, në rritje të pakontrolluar, e në anën tjetër as pak nuk shohim plane të cilat sadopak do të na tregonin për rritjen e mirëqenies, rritjen e pagës, përmirësimin pra të jetës së qytetarëve. Mes tjerash, Hasanaj është shprehur se nuk do të rinë duar kryq krahas kësaj situate dhe padyshim që do të ketë reagim qoftë nga qytetarët apo organizata tjera, sepse nuk do të tolerohet që kjo padrejtësi të bëhet përsëri. Ura tabakeve ndërtuar qysh në vitin 1790 gjendet mbi lumin e Renik dhe lidh Gjakovën me Hastin, Rekën e Keqe, Malsinë e Gjakovës dhe Bajramcurin. Në konstruktin e kësaj ure gjatë janarit u pan të kenë rënë disa gurë të cilët mund të konsiderohen si një prishje e strukturës së urës.
Ura vjetër e Tabakut, e cila vitet e fundit është restauruar dhe ndodhet mbi lumin Ernek duke shërbyer për kalimtarët, para disa ditësh është dëmtuar. Në vend ngjarje shihet se një pjesë e gurëve janë shkëputur. Ne kemi pyetur në qendrën arenale për trashëgimi kulturore, të cilët në një përgjigje me shkrim kanë thënë se do të dalin në teren për të verifikuar gjendjen. QRTK Gjakov Ura është monument dhe gëzon kujdesin nga shteti. Si duket, ky është dëmtim që ka ardhur si pasojë e vërshimeve të fundit. Qysh nesër një ekip profesional nga QRTK do të dalë në vendin e ngjarjes dhe do të merren të gjitha masat procedurale. Në gjendje as pak të mirë është edhe një pjesë e shëtitores në lumin Krena. Dëmët që shkaktuar nga vërshimet e fundit nuk janë sanuar ende dhe një pjesë e shëtitores ka mbetur dukshëm e dëmtuar. Vërshimet që ndodhen para disa javësh në Gjakov kanë shkaktuar dëme të mëdha, ndër dëmët ishte edhe ai në shëtitore në një pjesë të Krenës, ku uji kishte krijuar një grop të madhe. Gjendja dhe pas disa javësh vazhdon të jetë njëjtë, pasi ende nuk është riparuar dëmi në këtë vend. Përveç kësaj, një pjesë tjetër e madhe e shëtitores është shembur dhe ka përfunduar në ujë. Dëmet në këtë pjesë janë të konsiderueshme. Banorët, edhe pse jo para kamerave, kërkojnë që të ketë ndërhyrje sa më shpejt, pasi dëmet mund të zmadhohen edhe më shumë. Kjo pjesë e Krenës kishte filluar të ndërtohej në verën e vitit 2025, për pas vërshimeve është shembur në disa pjesë. Sëmundjet e zemrës janë shkaku kryesor i vdekjeve në vendin tonë, edhe pse janë moshat e vjetra më të ekspozuara, nuk përjashtohet rreziku edhe tek të rinjët. Kardiologu Luan Pazhari, derisa ka folur për sëmundjet e zemrës te moshat e reja, ka kërkuar nga vetë të rinjët që të jenë më të kujdesshëm me shëndetin e tyre. Sëmundjet e zemrës kohëve të fundit janë bërë më të shpeshta edhe tek të rinjt, sidomos në moshat 25 deri në 30 vjeç. Kardiologu Luan Pazhari tha se është rritur numri i pacientëve me sëmundje të zemrës në gjithë botën, por edhe në vendin tonë. Kohët e fundit, jo vetëm keni, po edhe në gjithë botën, është preokupim rritja e numrit të sëmundjeve të rinjve të moshave prej 20 deri në 30 vjeç me natyrë kardiovaskulare, posaçërisht ato kardiake të veçantë. Ka disa arsye pse kjo ka mund të ndodhë, mirë po ajo që vret më shpesh është dhe ne gjithashtu edhe në klinikën tonë kemi vret aty, ka pacientë të moshave 20-25 vjeçar, të cilët kanë tension të natyrës shumë serioze, shkalla 3 e tensionit, dhe i cili nuk menaxhohet në mënyrë shumë të lehtë. Doktori Pazhari theksoi se stresi dhe puna dinamike janë ndër shkaktarët kryesor të sëmundjeve të zemrës tek të rinjt. Kjo ndodh më shpesh sepse të rinjt sot i ekspozohen natyrës të rrjeteve sociale, ritmi i shpejtuar jetës, e cila e ka provokuar anksiozitetin, stresin në mënyrë shumë të lartë, që për pasojë provokon ndryshime fillimisht në enët e gjakut dhe pastaj me kohë ato, me qenë se janë domethënë pjesë përbërëse e një organi të rëndësishëm, bëhen edhe shkaktare e fillimit të dëmtimeve bazike. Pazhari shtoi se të rinjt duhet të ndryshojnë mënyrën e jetesës, duke u marrë më shumë me sport, duke kujdesur për shëndetin e tyre dhe duke u larguar nga alkooli. Mund të jetë edhe përdorimi i substancave të ndryshme, të disa të rinj për fat keq edhe atyre narkotike, pastaj alkooli, duhanpirja e shfrenuar, të gjitha këto janë faktorë të cilat e rrisin mundësinë për marrë dete një rrezik më i lartë. Të disa raste ne nuk e parashtojmë mundësinë që tani i ri të zhvillohet edhe një infarkt i miokardit, i cili është, domethënë, një sëmundje e natyrës shumë të rëndë dhe e cila jo rrallë kur do të vonohet, kur neglizhohet, mund të përfundojë edhe me invaliditet ose edhe deri në përfundim letal të ndonjë prej atyre. Të rinjt të marrin një informatë, të marrin një njohuri që jeta nuk është vetëm natyrë e shfrenuar, natyrë e daljes, natyrë e argëtimit, por ka edhe disiplinë e cila mund t'i kushtoj edhe me shëndetin e tij. E pse jo, ndoshta edhe me jetën. Ai tha se pacientët duhet të kenë kujdes dhe të bëjnë kontrolle të rregullta, duke vizituar mjekun për konsultë.
Kullat shqiptare gjithmonë janë vlerësuar për funksionalitetin që ato kanë pasur ndër vite, duke shërbyer për shumë çështje me rëndësi kombëtare. Njëra prej tyre është edhe kulla e Recep Halil Berishës në fshatin Lipovec, e cila dikur kishte shërbyer edhe si shkollë, duke u listuar si shkolla e parë shqipe në këtë zonë. Ekipi ynë sot ishte në haz dhe përgatitin një kronik për gjendjen që aktualisht ka sot kjo kullë. Ndjekim kronikën. Kulla shqiptare ndër sheku janë vlerësuar jo vetëm për arkitekturën karakteristike, por edhe për funksionalitetin dhe rolin e rëndësishëm që kanë pasur në jetën shoqërore dhe kombëtare. Një ndër to është kulla e Recep Halil Berishës, e cila ndodhet në fshatin Lipovec. Kjo kullë e ndërtuar rreth 200 vjet më parë ka shërbyer për shumë qëllime, ndërsa një nga rolet më të rëndësishme të saj kanë qenë ai arsimor. Arben Berisha na tregon më shumë detaje rreth kësaj kulle. Kjo kull diko është rreth 200 vjeçare e vjetër. Këtu janë 2 kulla kanë qenë fshat, është një kull atje që nuk është rindërtu. Vitin 45 ka shërby si shkollë për 2-3 vite. Tash është në këtë gjendje që shposheni, domthonë nuk ka restaurim apo diçka nga organet. Sipas Berishës, gjendja aktuale e kullës është shqetësuese, pasi mungon çdo ndërhyrje institucionale për ruajtjen dhe restaurimin e saj, pavarësisht vlerës së madhe historike dhe kulturore që ajo përfatson. Ne si popull është mirë që mi rujt vlerat tona historike, kjo ka rëndësi të veçantë, është mirë që të jetë në mbrojtje si një pjesë tjera të kullave që janë. Unë i bëj thirrje që mirën masa ndërhyn që të rregullohet. Banorët e zonës shpresojnë që institucionet përgjegjëse të reagojnë sa më shpejt, në mënyrë që kjo kullë, si dëshmi e historisë dhe arsimit shqip, të mos mbetet vetëm një kujtim i harruar i së kaluarës. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajmë të ndjekim edhe një herë titull kryesor të këtij edicioni. "27 vjet nga masakra e Rogovës". Grupi Besabes reaktivizon thirrjen për bojkot të produkteve serbe në Kosovë. Sëmundjet e zemrës të shpeshta edhe të moshat e reja, mjekët bëjnë thirrje për kujdes. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.